Skuadra e vajzave të klubit të volejbollit Vllaznimi ka triumfuar mbrëm në kampionatin e Kosovës për grup mosha deri në 16 vjeç. Ato u shpallën kampione duke e finalizuar suksesshëm angazhimin e tyre në lojë. Trajneri i volejbollistëve Kuqezi, Blendi Haxhikadria, tha se ka qenë një natë fantastike dhe është ndjer shumë i kënaqur me shpalljen kampion. Vajzat tona u kurorizuar me titullin kampion i Kosovës U16, një pjesë që kemi pritur që moti, një luftë që kemi bërë që është qysh nga pjesa në Itali, kur jemi konë dhe kemi zonë vendin e tretë, për kushtim maksimal gjatë tonë verës, domethënë me stërvitje paradite dhe mazdite, me miqësore, vendin e parë në grup, tash edhe kunorizimi kampion i Kosovës. Rrugëtimi i vajzave drejt finales ishte plot sfida, por vajzat i kanë shfrytzuar shumë përgatitjet, thot trajneri Haxhikadria. Një kënaqësi shumë e madhe për Akademinë e Volejbollit Kosovës, që vetëm kanë filluar me u shfaq fritët, edhe shpresoj që kanë me vazhdu. Duhet nisë edhe me dielën, domethënë që kemi me pas ekipin Uta Tomaj që ka më garu. Një pjesë konsiderueshme, domethënë 4 vajza për këtyre vajzave kanë qenë pjesë e Uta Tomajtës, andaj shpresojmë edhe në përkrahjen e qytetit tonë, domethënë masi që garat mbahen në Shajnushi. Vllaznimi finalen e fitoi kundër Ulpianës me rezultat 2-1, ndërsa në gjysmë finale poshti Ferizajn 2-0.